Mette Frederiksen nuk I ka toleruar kurrë ngacmuesit. Kur ishte në shkollë të mesme, zonja Frederiksen, kryeministri e Danimarkës, ju kundërvui një grupi kokorruarish për shkak se ngacmonin fëmijët emigrant. Por kjo ndërhyrje nuk shkoi aq mirë, pasi ajo u godit në fytyrë. Këtë javë ajo ju shmang një grushti të fortë pas përshkallëzimit të kërcënimeve nga presidenti Trump për pushtimin e Grënlandës, territorit gjigant të Danimarkës për te detit. Duket se zoti Trump më në fund është tërhequr. Në një fjalim para elitës financiare botërore në Davos të Zvicrës, Trump tha se nuk do të përdorte forcën për të pushtuar Grënlandën. Vonë, ai tha se ai dhe udhëheqësit e NATO-s kishin hartuar kornizën e një marrëveshjeje të ardhshme që do t'i bënte të gjithë të lumtur. Kjo mbetet për tu parë. Sigurisht, kishte faktorë të tjerë në ndryshimin e qëndrimit të Trump, si rritja e kundërshtimit të Kongresit, rënja e tregjeve të aksioneve, por nuk ka dyshim se mbrojtja e hartuar me kujdes e Frederiksen ndihmoi në bllokimin e Trump nga rritja e diçkaje që ai me të vërtet donte. Për muaj të tërë, Frederiksen ka luajtur një lojë nervoze të politikës së zjarrit me Trump dhe duket sikur ka fituar për momentin. Ndërsa negociatat vazhdojnë, Frederiksen mbetet e bllokuar në një luftë të padëshiruar, duke u përpjekur të kalibrojë se si t'ia bëjë të qartë Trumpit të paqëndrueshëm se përgjigjja ndaj kërkesës së tij që Shtetet e Bashkuara të kenë Grënlandën është një jo e fortë pa e armiqsuar atë, duke e kërcënuar se do të rrëmbej përsëri. Tashmë ajo ka sinjalizuar rezistencën e saj ndaj njërit prej kompromiseve që Trump duket se po shqyrtonte, vendosjen e sovranitetit amerikan mbi bazat ushtarake në Grënland. Sovraniteti, këmbgula jo, mbetet një vije kuqe. Ne kaluam kohë me Frederiksen këtë vjesht në Grënland, ku ajo pranoi një intervistë të rrallë në një shtëpi të vjetër me pamje nga deti. E pyetëm nëse mendonte se Trump po vepronte si një ngacmues. Ai është në gjendje të flasë në një mënyrë shumë të qartë. U përgjigj ajo duke shtuar, edhe unë jam. Kjo vendosmëri e qetë në vend të lajkatimit e ka dalluar atë nga udhëheqësit e tjerë evropian, kur bëhet fjalë për trajtimin e Trump. Ky e ka bërë atë jashtëzakonisht popullore në vend. Sondazhet e opinionit në Danimark tregojnë se partia e saj po rritet. Zgjedhjet janë më vonë këtë vit dhe sondazhet sugjerojnë se ajo është gati të fitojë një mandat të tretë. Mbështetja e saj në rritje pasyron se sa shumë do të thotë Grënlanda për vendin e saj, e lëre më për Trump dhe vetë banorët e Grënlandës. Për Trump, ishulli përfaqëson ekstremin e ambicieve të tij imperiale, rrëmbimin e një toke të madhe nga një aleat I NATO-s, në atë që do të ishte blerja më e madhe territoriale në historinë amerikane. Për 57.000 banorët e Grënlandës, një popullsi kryesisht inuit, me lidhje të gjata dhe të ndërlikuara me Danimarkën, e ardhmja e tyre është në rrezik. Dhe për zonjën Frederiksen, e cila mori detyrën në vitin 2019 si kryeministria më e re në historinë daneze, mosmarrveshja është padyshim ekzistenciale, duke kërcënuar vetë identitetin, përbërjen dhe staturën e vendit të saj në skenën botërore. Zhvillimet e shpejta të kësaj jave treguan aftësinë e saj taktike, pasi Trump deklaroi se meqense nuk fitoi çmimin Nobel për paqen, ai po ishte dorë nga paqja dhe do të vazhdonte përpara me Grënlandën, edhe ajo I përveshi më. Ajo importoi trupa nga koalicioni I saj të gatshmëve, përfshirë Britaninë, Gjermaninë, Francën dhe Islandën në Grënland. Ajo mblodhi Evropën për të folur në mbrojtje të Danimarkës. Ajo I rezistoi kërcënimeve të Trump për tarifa. Deri në atë moment, shumë danezë ishin pajtuar se vendi I tyre nuk mund të bënte shumë nëse Trump do zhvendosej në ishull. Strategjia e rrezikshme e Frederiksen për thirrur trupat e huaja, megjithëse një kontingjent I vogël për disa dhjetrash dhe në dukje e pjesë një stërvitjeje në Arktik, ishte një sinjal se çdo veprim ushtarak që ndërmerrte Trump do të ishte shumë I keq dhe I shëmtuar, tha Bent Winter, një komentator politik danez. Javën e kaluar ajo ka thënë se ende beson në një marrëdhënie të ngushtë me Shtetet e Bashkuara, duke përmendur një interes të përbashkët për sigurinë, shkruan New York Times. Disa evropianë kanë dashur SBA-n për shkak të dollarëve dhe Dallasit, e kështu me radhë. Unë nuk jam kështu, na tha ajo. Unë vërtet besoj se gjithçka do të kishte shkuar keq për Evropën nëse nuk do të ishte dita D dhe për rolin e madh të SBA-s në përfundimin e luftës së dytë botërore. Ju na shpëtuat, tha ajo, duke shtuar me qira fjala. E keni bërë këtë vazhdimisht. Pika ime e fillimit është se do të bëj gjithçka që mundem për të na vajtur së bashku në këtë botë dhe për këtë arsye nuk po filloj një konflikt, po përpiqem të zgjidh një konflikt, shtoi kryeministri e Danimarkës.